Kryeministri Edi Rama komentoi për herë të parë kandidatin me të cilin forcat opozitare do të garojnë në Tiranë, aktorin e humorit Florian Binaj. Lideri i mazhorancës shfryzoi podcastin e përjavshëm për të deklaruar se Partia Demokratike do ta humbas betejën zgjedhore në Tiranë, duke risjellë në vëmendje momentin kur Florian Binaj ka dalë në krah të tij në Kongresin e Partisë Socialiste. Këneta është kaq e dëshpëruar sa për Tiranën ka nxjerrë një aktor humori në rolin e një kandidati qasmet pavarur, që për vitet tëra i ka bërë për të qeshur të gjithë pa dallim, madje edhe vetë Kongresin e Partisë Socialiste e ka shkrirë gazit kur ka ardhur një herë për të luajtur rolin tim. 5 ditë para se gjykata kushtetuese të vendosë nëse në Tiranë do zhvillohen apo jo zgjedhjet, kryeministri u bëri apel qytetarëve të votojnë për Edi Ramën dhe Partinë Socialiste. Prandaj unë nuk e gjykoj hiç as fare keq aktorin për rolin e ri që ka marrë, se aktorët atë punë kanë, me role jetojnë. Po kush voton mua dhe Partinë Socialiste do të votoj Ogerta Manastriliun. Ogertën që t'i jap Tiranës drejtuesin e duhur dhe qeverisë partnerë domosdoshëm në kryet bashkisë për të vazhduar pa u ndalur punën transformuese për kryeqytetin e Shqipërisë 2030, kryeqytetin e Europës së Ballkanit. Në 31 tetor gjykata kushtetuese do të shqyrtojë ankimimin e Erion Veliajt, i cili kërkon shfuqizimin e vendimit për shkarkimin e tij nga posti i kryetarit Bashkisë së Tiranës dhe anullimin e zgjedhjeve në kryeqytet. Deri në shqyrtimin e plotë të ankimimit Veliajt, gjykata ka pezulluar dekretin e presidentit për të zhvilluar zgjedhjet në kryeqytet në datën 9 nëntor. Por edhe pse kushtetuesja ende nuk e ka thënë fjalën e fundit, 3 kandidatët për Bashkinë e Tiranës, Ogerta Manastriliu nga Partia Socialiste, Florian Binaj i mbështetur nga opozita dhe Arlin Qori Lëvizjes Bashk, nuk e kanë ndërprerë fushatën elektorale asnjë ditë.